Mësafiri i dytë në ka ardhë, e falenderojmë Hikmete Bajramin për energjinë. Më pëlqen muaja, se folë t'i këshyrë të folë sinqert. Thank you very much. Hikmete, Interrex, sponsor në Oksigen. Faleminderit Interrex, lojën e madhe shpërblyese, e përmenim gjithnjë, sepse është shumë e madhe. Për furnizime, për shpime, pidimo, ekstra mirë, ekstra lirë, s'kasin Interrex. Çfarë shpërblime jep, kur merr një pjesë në lojën e madhe shpërblyese, kuptohet. Banes Prishtin, kjo premia, 3 vetura 003 flak Renault Clio 2026 viti prodhimit. Jep voucher ndart i vlera 10.000 euro, teknik bardh zez. Pushime all inclusive, full. 165 voucher me ka 100, 200 dhe 300 euro vlerë. Kretë shumë ashtë 165 voucher, është 30.000 euro të butat marakit. Pastaj, voucher në Interrex, 3.600 euro dhe voucher në Shell, pompa, benzinës, që i shuim, po aty gjithë shka ka, 1.200 euro keni voucher. Pjesë për lojës shpërblyese më po, shunë emnin për emnin e gjurnat aty, edhe vishë këtë thojnë, hajde bëtë se ki fitu, kjo pra quat Interrex. Ekstra loj, ekstra dhurata. Prince Cafe, kafja jonë. Qëto kemi, qëto intense and rich. 3-1, Prince Cafe. Dhe giganti i platformës televizive Art Motion. Art Motion. Internet, kanale shka të doni. Sport e filmat, dokumentar. Vish për fëmij sa ka kanale, boll është. Që kjo është bas shqiptaria. Rap. Mi dasht vendin, mi dasht tokën, mi dasht njeriun. Mas pari, mi dasht njeriun ton, edhe alat që na kanë pështu, mohon na sot qëtu. Paguj tatimin, ruje, shkat shet dëshim, kështu që kemi organet sigurisë, kalzoni. Nuk je shpion, je mbrojtës si tokës tonë. Që detyra e së cilit shumë e letë dhe knatësi. Shen dalavere të ushite të botë, të pështëllue, nëjnë e sanë. Falë një marborë se që shtu ruët toka. Nuk e dim na, ma vonë, kam në folë eksperti, ma i thirën për këtë punë. Që kemi mësafer, po na vjen në kuadrë të akës, nga Alianca për Albaninë e Kosovës. Shokë jam të knjose, për qenë, për sigurin e një mirë. Borim Ramadani, që ko? Borim, falim nërës që edhe vlau, mësë qo. Fajndet. Shoka bote, Sorek. Po qysh mas më qu. Sorek a të bo me mështetje Gjakub, për Aliancët. Ani, edhe këtu kemi mbështetje, Sorek, se kemi zërimin a mua, Sorek. Shështë ta manë për bjetë. Kompetem matë mirë, se për qëtash për Aliancën, zi që shko, Suarik, Gjakov, Suarik, edhe në këtë avelinë për bjenë që ashtë. Pëlqen të që je aty. Pëlqen që je aty, sepse i kemi na dhe do më abete kështu korrim, i qmëj edhe i du njerës edhe kom qefi edhe me i përkra, nëse mëj njerës për sigurit kësaj toke. Absolutë, siguria është... Këtu ne kam histori me veti, gjithmonë. Siguria është thelbja, edhe... E para. E para edhe përmbyllësja. Edhe në kohën kur jena, veç pak me ditë, mujna me zhvillu sigurin Kosovë shumë a shumë se sa që është, me nru koncept, me nru kapitull. Se ajo që e kena po, kena me folë besoj gjatë këtë kohës, ajo që e përshojmë detash është në farë logike e në kapitullit detash që ndërtu, ose pak ma herë. Po Kosova ka nevoj me dalë kapitull tjetër siguri. Me nru modalitet, po me nru modalitet me qërësi. Jo veç me shku onash, edhe mas me arrit me ndërtu ato që për ne me na vynë, që o siguria. Siguria kombëtare kryesisht, po jo vetëm këtë kuptimin e fort, e hard security, po flasim edhe për siguri njerëzore, edhe për komunikacionin në rrugë. Shpesh e kom thonë, sidomos gjatë kësaj periude, na folën për siguri besëm sa dojna, e qysh dojna, e mujna mu livdu e me kajt. Po dhe ju në autostrat duhet me hek, se ka njerëz që e kanë vdek në autostrat. Po bre, ta ka do lullet, po bre, po e pas që atë ditë, po kom pa dhe vetë dhe unë. Po, edhe
Dyqysh, pse duhet me bo presion publik e qytetar, unë e kum nis edhe jam i lumtur që tepër shumë njerëz kanë bo presion për temën e dhejut në autostradë, edhe e parë se mas një 6 dite që e vazhdu për çdo ditë, shkun me hek. Po do të me hek. Përgjithësia ku është kjo? Bërim? Kjo përgjithësi qeveritare. Qeveria absolutisht domethënë. Se nuk e di që shka, do më thonë qeveria ka kontraktues me një kompani për mi pastru, apo? Absolutisht, edhe me mirëmbajtje. Po veç diçka, se e kom pas që kanë pas shef kështu, këtë onash e olt, me thonë që në kompani e ka fojnë, o zotni, kompania ka qef me punu, kër ka kontrat, ajo ka qef me punu. Po. Është qeveria ajo që se kalon me punu, për ndryshe, kër të përnëm do të me dhonë pare. Okej, te pare. Apo këpëtën, te pagesat. Te disiplina. Po te disiplina. Deli aran që e fare të hepat. Pra, e nisa me, ose e lidhëm me njëherë te lullet në autostradë, që me kalzu që siguria është koncept shumë ma i gjonë, e tepër ma i gjonë, se sa që u konë të njëherë anë kod vjetra në ato sisteme tjera, që dhe me këtive që u do shmëtut për policisë edhe ushtrisë dhe qaqë. Ja, vla, ato e në tonat ma që shmëtut për edhe më kënjash me ta. Edhe në ashtat këto që është të dytë edhe me knaci, me gjësën kapacitet tjetër, po s'ki nevoj më tutë kërës bëmë kërë këndër shtetet. Po, vla. Pe institucionet tona, jo. Jo, po s'u një shasi mbrojtës dhe për krasë të me. Për kundazi, na duhet minimu, edhe nuk ka arsye më të mirë për kanë do që angazhohet një jetë publike, pavarësisht çfarë funksioni, se sa minimu institucionet të sigurisë, se i kem të mira, janë tepër të mira, paçka që kushtet i kanë tepër të këqija, edhe ju kanë randu kushtet. I kanë bërim të këqija. Ju kanë randu kushtet. Për shkak se u randu jeta se cilë qytetar, po. Me rritjen e çmimeve. Me rritjen e çmimeve, me inflacionin, me fuqinë blerëse, me këto, edhe me mungesë seriozë të investimeve në zona elementare, sidomos të policia dhe të ushtria. Dhe ka pas për një me mungesë, mund vje keq dhimen polis që gati 6 vjetë s'kan uniform. S'kan uniform 3. Që do të me lo, me tho, me vesh. E vërtetume kjo bërim? E vërtetume. Unë e po ta një rast, ne mi kjeme, e din, do më nësë nuk është nej sekret publik për me thonë, bilev, se është dijet. Se o thonë. Po ne kam tepër shumë shok police, ushtore, se më karo gatë me punu me institucionet sigurisë. Edhe më thot një dit, në shok jam, më thot jem gëzu shumë, se i bona 2 këmishat policisë. Polisaj. Hëtë urima, i kanë pruma, jo, tha një kolege jam i ka do në pension, edhe mu më kanë ro, tha, kajtë në stacion, tha, mu më kanë ro që do, edhe me konstruktin e trupit, nuk jam të e bo, as në janë jetë se kisha bo për fushot, as nuk e bajt për fushot. Jo, këto sa me dhimbjen ma të modhe për, se këto i thujnë profesionalisht, që thujnë pajisje individuale, ku jenë edhe uniforma. Pajisje individuale zot me vujtë kor institucionet e shtetit. Ose, te ushtëria për shani numër, përqindje tepër madhe, e s'pe tham se du ushtërinë e du shtetin. Përqindje tepër madhe ushtorëve që e kanë padit në gjykatë qeverinë. Po, a? Po, për pagat, për rrezikshmëri, pagesat për rrezikshmëri, edhe për ato që i takojnë me legjë. Pra, për ka legjë, edhe në shtete që i mbetet bërgjë, policit e ushtorit vetë, ka problem konceptual. Mos është problema besimi a bërimi. E është serioze kjo punë. Për zotin nuk e kam asnjë lloj aspekti personal në kuptim me kundërshtim me tjetër. As me këta që janë, e që përshkojnë, as me neve që po vim. Po, do gjona janë qash elementare, sa që më nëshme me nejtë onështë. A instikti, me njëherë, 5-6 herë më qoj me thonë, shqybe me së të folim se për në anil armiku, me së të akzojmë, po me siguri di në vata se që shtu e gjendja. Këto fatkesisht janë gjendja reale si në është publike. As njërën për qëtyne nuk për thamë për herët por, as njërën për qëtyne nuk për thamë për... Jo, instikti më shtini në thamë. E kuptushme, absolutisht. Unë e kur nuk foli për qashtet mranshme të institucionit sigurisë, kur se kom foli, edhe atëherë kërë i nga konë bashkë, edhe sa herë kemi nejtë si shokë e kështë, kur s'foli se janë qashtet që ka zhvillim, po ka edhe mangësi tepër serioze që duhet me i përmirësu. Burimi për ata që se di në rastisht ka të kryer trajnimin që është e sigurisë. Ato a di që jeni konë në qendër marshall, në garmish. Marshallisti. Po,
Të cilën e financion Amerika, pra shteti, aleati joni, edhe që na dënë, se aleat po do këtë na shumë të vëqet, bi thonë aleat, po jepi farë simpatika dhe na aleat. Na menaj se duhet me gjetë një fjali, në koftë edhe me shpik në fjalurin shqip. E re, specialisht për ta. Me zbulunjo, me marunjo. Po, specialisht për që me kalzu veç për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për Amerikën. Domthon, është më shumë se aleat, është më shumë se partner, është më shumë se themelus, është më shumë se mbrojtës. Pra, 4 konceptet, aleat, partner, themelus edhe mbrojtës e Shtetit Kosovës, Amerika e ka më shumë se që kaq. Është më shumë se që kaq, edhe asnjëherë e kur njetë nuk është shumë, nëse qomi edhe bim, tu i falenderu që ty në raporteve edhe tyne, por normalisht tu e falenderu edhe se cilin qytetarët Kosovës, popullit Kosovës që ka kontribu, e besa që kontribujnë shumë dhe tash, edhe kanë me kontribu në vazhdimësi. Ku sa dëshmori, sa heroi këtu, sa që thushin i zhdukur, jo, po të pagjeturi, sa kallënja, sa vranja, sa fëmijët në pemri kanë vjerë. Onë e kemi pas gjenerata për gjenerata, që ka me orën e ditë që kena me pas liri. Për ato kanë kontribu bashkë gjenerat mas gjenerate, sepse nuk është veç kontribu të gjeneratës fundit. Ti si një djali i ri relativisht, ha? Po tash mos mesme bote. Mos mesme? Veç me ardhë dita që unë i minini shqiptar të o shajt, një luftetar, se kësha me nukur. Do janë ideja dubeshëm, e kena full gjithë qëtë konceptin e useful ideas, do mënë ata që përdoren e keq përdoren, për shkak se ja përdoren, ose ja keq përdoren, na i ndjenë idhnimja, frustrimja, i notit caktum, e që mundet me pas njerës që kanë frustrim, kanë i not, janë të nëmë, janë të mërzitën, kërkush nuk mundet më konë këtë lumëtën. Po thelbe është kush i ka nëzit, edhe kush i ka shpik qëto. Se absolutisht janë armësuar si konceptet. Kush e ban, o diçka tjetër. Edhe çfarë qëllimi ka ata që e bojnë ose kështu. Po me në orë koha që dha te, jo veç me shoh e me mallku çlirimtarin e fundit, pra periudhës fundit. Po me mallku e me shoh edhe shumë breza që më nuk për këtë vend. Kena sot në Kosovë që dolin zjetar folin për isa buletinin, bre? Pra zem Galicën. Për Skënderbeun. Na se para përsesh jemi gjenerat, na jemi rrit me shembujt e tyne, me modelet e tyne. Mas ne për Skënderbeun që ka dhe motive tjera. Adem popujt, në këtë botën, popujt e zhvillum, po flasët tash me o demokratizum, nëse s'kan heroj, nëse s'kan mite, i shpikin, o rosti i Zvicranëve që është te i për e njohë, me William Tellin. E kanë shpik. E kanë shpik si me, se nështë edhe ka egzistu, por nuk ka qenë në i farë luftari. Ka posë arsye këtë tjera, pëse i ka udhesh do grupe të atje, po e shpikin se dojnë me mojtë popullin bashkë. Na duhet me mojtë popullin bashkë. Por e ma e kon luft? E kon lufti? Jo, nuk jem kon lufti. Asune. A shkon me dhe mi shajt në luftetar prej ati kompleksit që shkoj unë u tuta më shku? Musë shkon me mjakur. Ditën që unë e shoj e aso e malkoj, një luftar. Që atë të nëzot me egzistu as një jetë publike e as në përgjësisht të dore, kur. Një privat... Jo, dypset veta, jo, për di që, po, nashta është edhe që kompleksi që për qarkollon për përshkruat, e kuptova. Që më shahat luftet. Edhe më po ka kalua jo, ko. Me ramushin e juj, kur s'kum pi kafe, njetë. Ne jemi të taku si rastishtu, po as kafe, as kur gjo. As në mision që kom kur, as se kom thirë, por, shesa rajl për të foli, por kur për një të shaj luftetarin, ja përmena i natë darsme në Luanit, as Luanit se kom taku kur, a shohat marrë darsma, le që është djali i herojit, le kejt, ushtari FSK-s marrë u martu? është oficeri FSK-s një për djemve... Marrë unë ushtari për të thëmë, a i shohat marrë darsma ushtari? Leoni për shumë është një për djemve 3 që ka kryu Akademinë Ushtarake në Kosovë, e pasaj ka pas trajnime jashtëzakonshme në Amerikë. Edhe është një prej djemve që ka dhe punë shumë specifike mrena ushtërisë,
jashtëzakonshëm. Po për te i kësaj. Që, për mendoj që Kosova ka pas herojt vazhdimisht, me gjenerata. Herojt që ka dhënë jetën, e respektojmë, do të me respektu përjetësisht. Herojt e gjallë që janë sot, Ramushi janë një për tyne, është heroj i gjallë. Po, mërburë, atë thash s'kullnajt korë më të a di për farë figurë. Heroj i gjallë, është nështë exemplar i një luftari shqiptar. është exemplar i një luftari shqiptar. Me travlazën. Absolutisht. Edhe përbes është rëndqese me po gjuhën, me po degradimin që mënuar me abo, po që vlera tila nuk degradohen. Jo, ma jo, nuk duhet asë njerë. A di shako vënë të thash, unë e për thamë që Ramushi ka vujtë shumë për e kësaj gjuhë. E vujnë edhe personalisht. E njën personalisht se e din kusho edhe shka ka bo, edhe na për shka ka ka. A di shako thonë, thash, mes duhet hala me dhonë heroj familja Haradinaj, për me mujtë me shajt ju ma shumë. Kjo logjika... A mes duhet hala me dhonë familja Haradinaj heroj për me mujtë ju me shajt ma shumë. Kjo logjika... edhe për të parën. Pe kuptoj, kjo logjika që dëshmori mirë, heroj mirë, veçaj që u vron luft, është logjik tepër e çuditshme. Për mas me thonë e fjallë matronë. Njerëz në këtë vendet e Evropës e në Amerikë, veteranën e kanë yll. është yll. Nuk mëndesh me pritas. Në rëndë bre me më konë të prit për me ble buk. Hin, me njëherë. Hin. Kjo, nashta, ju pse vesh s'kena pas tradish shtetërore, po ato që po thot Adrian Gjini, ju e jone, e tash i kejtë Kosovës, e ju i po thot me Gjakovës, po i kejtë Kosovës, këthetat e padokshme kanë ndëpërtu shumë. Kanë ndëpërtu shumë. Kryesisht kanë ndëpërtu tash për mes gjuhës, fillimisht kanë ndëpërtu me do parula, këgja tullta e poshtrasit pavërteta, si parula... Çfarë për shembull? Kosova është 4-20 vjetë. Ja, U konë parull. Po, pës nuk dhejz ajo, te unë jo. Po dhejz, sot. Po dikur dhejz. Po njerës kanë dhejz. Po dikur dhejz. Kanë dhejz ma herët o... Tu e thonë për ditë. Dhej ma herët kanë dhejz. Tash, u dekonstruktua jo. E që to janë Borimi ka qenë inspektor në AKI, Aqesion e Kosovës për Inteligencë. Ma thonë e njeh mirë këtë furë. Që to janë parulla që i gjujnë armiqton. Absolutisht janë... Haj se cilën këto, a? Janë parulla, slogone, që janë shpik fjalia. Kosova është 4-20 vjetë. Ta garantoj që është shpik në shërbimin sekret servis. A ki edhe info? Ta garantoj që është shpik në shërbimin sekret servis. Gjuhë qytetjali shqiptarve se e hajnë ata, dhez, funksionon. Mos modhe ka dhez. Mos modhe ka dhez. Dhe sa u po e ka nisë më dekonstruktu, tash po besoj që nuk dhez mo, se e shuaj njës në fardalimi, shka do me thonë shteti me ecë për para, o shka do me thonë me stagnu, me met me i ven, e që fatë kësë sidomos të 3 vjetë e fundet për një me ka met me i ven. A u bo qash në vëritë se, qas i përqarje, plus mësë është edhe që përqarje që pretentojnë mishti që e ka në rritë pak edhe me diasporën. Përqarja... Se dhe me Ilberin të folë, tha njëherë, na patën shtimi shkajt Shqipnin. Për di që qarkullishin ju atas që nësë në dojnë. Mos shkanin përshim, mos shkanin turizm, s'pëna presin mirë, janë të poshtë, janë pëna vjedhin, në fatura, në gjithë shka u bon, thu që Shqipni me shkuon e farë Afganistone, në e farë Kolumbia, në e sen. Dhe sa u po ka daldal që kërë Shqiptarët e Kosovës nuk shojnë në turizm Shqipni, e verës kërësisht, përfitojnë shtetet tjera që jo do më zëshmërisht në dojnë. Pa me mu, Shqipni gjithë i shku dhe do të shkoj. Absolutisht. Keq, kush është pa keq, ani po, që keqo, po që për pëlqenë se është e jemja. Po e vërtet është so keq. Po hizbet nuk e prenoja supozimin o shukja. Po supozojmë të kundër. Po hizbet se supozojmë. Se nuk o keq. është dukat për shkajtu folbar. Nuk o keq. Po edhe për më thonë dikush mas keqin botë me vërtetu shkenca, keqo mas keqi, a për të shkoj. A di pëse? është e jemja më shkojtu e nërejshune, për dita ka pak. Ani moj Kosovo! Ani mirë për shkojka. Mirë për shkojka. Më kujtu Rambo. Ama nga e tekstin e Kongës. Teksti Kongës o Mërkulliq. Shma jo. Ka nëjë këngëtor që e këtën ma mirë se Ramushi. Ka nëjë këngëtor, krejt e këtën ma mirë se Ramushi. Ka nëjë që e këtën ma mirë.
Po, teksti është për në loj himne e lojit vetë, e dimensionet vetë. Këtë luftetarët, këtë dëshmorët më kujtohen, po të përmendë që më kujtohet i leshtë. Sa ma shok i jam gitaristi që u vra bashkë me që ta luftetarët e Ramushit. Po që kjo kalzan, që këtë kategorit në Kosovë kanë kontribu, kanë sakrifiku, që jo veç për me thonë, po nuk ka sakrificë ma sublime se me dhonë jetën. Edhe nuk ka vetëdisim ma të lartë një populli se sa me luftu për liri. Edhe nuk është fjali për me inë hatë të dikoj. Ka populli plët në botë që edhe sot janë pa liri. Janë pa liri, nuk kanë 7 vete. Ka populli që kanë 40 milion. Nuk kanë 7 vete. Kurdët? Kurdët një për tyre. Një për tyre, se ka dhe plët tjerë. Po jo, kurdë që i njohën në? Arritja e kryen ngritjes për liri, pra luftës për liri, është nivelli ma i naltë të vetësime që mundet me ndodhë një populli. Nuk ka nivel ma të naltë, nuk mundet me bo një popull ma shumë se sa më qumë e luftu për lirineve. Nuk ka, s'ka. Për aspe qilit, aspe tokës, aspe kërko. Në më që kjo është nivelli ma i naltë të vedijes. Edhe më së harrojmë, që ajo ka ndodhë thoi nga kryesisht 98-99, ka fillu ka pak ma herët, po 98-99, po para 98-99, na kemi hero, dëshmor, Kosovës, edhe gjatë fillimit 90-ave. Krejt historinë, po. Nuk pe lidhe ketë me historitë, po vesh vitet 90-a, që kanë dhonë jetën me të umunu me nëzit këtë bashkëpunimin e tonëve për me bon kryengritje. Prandaj duhet më qunë kom, që qona në konë sa herë e menaj luftarin e liris. Po. Si mi ka i bërë nuk i gjes luftetarve, po nuk i gjes emën. Knaqësi që i kemi shok. Nuk i gjes emën. Luftari është luftari. Ati lezetë më konë me një qepi përmen një vlavin e Bukit. Arben Bobale. Arben lezetë, pa me pikasë dhe ta. Absolutisht. Se kini njëri që ka luftu. Absolutisht. Arben lezetë, gjemë shumë bëjmë, dhe inguci. Shëni ka bënja, ka ne sabë. Sepse o gjese, so joti. Normalisht. Prandaj po tham, na duhet më shumë kohë. Tash, vlerën sakrificën e arsimtarëve. Po. E mjekëve. Po. E atyne që kanë punu në administrat e që e kanë shu për shkak të presionet, mos avdhënshme, e tjera. Që nona e më konë arsimtare. Vitet 90-a, me vjetë tona ka punu pa pagesë. Kanë fillu, mas ne ka 20 marë, ka nësë të kujtohet. Më që se më kujtohet? E për 3 tash, 20 marë, ka se me thonë 30 euro që tash. Edhe me që ta, u dash me majtë familjen, se babën e kanë largu për punës, mosat e dhënsh, më konë administrat në gjykot. Jena të full për raste me cindra mira. Raste, unë nashtë jam raste ma i letë, që kanë hek njësë. Falti se unë e përdu me vetë që tu qatë GPT një pyetje të thjeshtë. Pse duhet ta dua atë dheun... Falë mërti? Jo, po me të sënë, pëse du të me vitë qëtë GPT-në, besem, unë kom menu që... Jo, ma i meshem e di. E pëse për ma merë fjollën, unë se thash. Sepse atë dheun nuk është vetëm shteti, është vendi ku ke gjuhën, kujtimet, njerëzit, varët e të parve, femirin, dhimbjet dhe krenarin. Por dashuria për atë dheun nuk duhet jetë e verbër, thotë. Duhet ta dush atë dheun duke respektuar gjuhën dhe kulturën tënde. Duke mos e shitur dignitetin për interes. Duke kritikuar pa drejtësit kur ndodhin. Unë më kur këta të shkru. Ajo, marqati. Duke kërkuar shtet më të drejtë. Duke mos u rryer popujt të tjerë. Atë dheu si familja mund që përbes. Kurse ku boj që ta një mision, pse duhet ta dua atë dheun tim. Unë do të lezu se duhet ta dua policinë time. Si e bone pyetjen, edhe tu i lezu, kështu e këshyr i dëbumi, i gjeshfisës. Vala borim ta. Se sa njerëz janë dëbu, janë largu, apo? Me dhunë, e sa njerëz sot, janë të dosh vesh me ikë. Vesh me ikë. Dyat janë jo që se dojnë atë dheun, e dojnë atë dheun. Ikin prej zorit. Ikin prej pamundësis, me po për shpres, ti duesh me dit, në 3 vjetë, në 5 vjetë është me shko me bo. Minimalisht. Ja, na se dim. Ja, është të përte që se dim. Nuk e dim. Na kemi ishullin tonë që tu në oksigen, vi me pasion punojmë, nuk dim. Edhe,
Edhe lam të mirë, vendet e mija, nuk duhet me ndodhë, nuk duhet me ndodhë. Që njes lëvizin. Po. Njes lëvizin. Po, ka dhe anglez që shkëllojnë jetën. E zhvillojnë jetën. Na kemi shumë, se thaja dhe për mërgatën, bashkëkomba se tonë që jetojnë jashtë. Ka jashtëzakonisht suksesshëm. Po, mërë. Ka jashtëzakonisht suksesshëm. Na duhet me ditë që Kosova nashta i ka rreth 800-850.000 njerëz që jetojnë jashtë. Dikush i thot diaspor, unë i tha ma shumë mërgat, nuk luftaj me termin a diaspora mërgat. Mërgat, diaspora, paspora, fjell greke, i bje bu shpërndaj, është që tërsam. Po pra. Po janë njerëz të këti venit që jetojnë dikon tjetër. Vllavin marrë kam jashtë? Një pjesë e ma, unë e kam motrën jashtë. Një pjesë... Që motrën, vllavin marrë? Motrën ma nga së vllavin. Mos më në i lirë, vllavja. 3 ka bërë, 3 motra, 3 loshka. Dhe më një pjesë jashtëzakonisht e ma aty në janë tepër suksesshëm. A thalon ftyrën qelë, me thonë shembull se qysh monat një popull që ka shumë me mërinjës. Po fuli veç ta që janë të njohë, shumë beza, sporte e këto, po ka që punojnë në qeveri federale Zvicrës, në thesar federal Zvicrës. Jem të vllavit tam punojnë këshilltar senior, a i vjen që ashtu senior analist në qeverit të Kanadës, që ma që kjo loshka tash është të kry qëta, për duke ta kalëzu veç ty. Nevi. Që kjo? A nevi është ta? Shumë më tash se bukon ja kalëzë kamerë, është A ne të se kalëzë shtyrën. Shqiptarë, për Adonisë ka... Qëto shqiptarë është mas pari bukërësh, po mbi të gjitha që koka në sektor sigurisë. Shqiptarë i zote është në përbot. Perfekt. Si s'me bini që to? Absolutisht. Tash, na duhet me ditë qysh me marë të miren e zhvillimit tyne edhe me marë për Kosovën, e jo qysh me përdor ata për qëllimet tona të mërshme. Okej? Okej. Po, na kemi edhe sot njerëz politikë që jenë konë mërgatë. Kena pas edhe ma herë, kena me pas edhe në tarmen. Këtë ideja është qysh me zhvillu që ta konceptin. Kush? U konë mërgata është në politikë, së da? Kush? Kujto më ne edhe, s'pe ti din, unë e di, po s'pe di sakt më folë. A ki ministrën e drejtësisë, mërgatë. Kja... Dunika Gërvodë. Aji, shka ki folë, le më borë. Etash. Shumë mirë që me lidhë. Pra ndaj po hamë, na nuk duhet mi përdor ata për qëllimet mërshme. Mërgatën. As individualisht, as si termi gjonë. Na duhet me marë përvojën e tyne. Marë një mojnë të e në gjendë me një mu, po dhe, përvojën e tyne për me një mu, me të ardhë thullaj, për me një mu, absolutisht. E jo, me përdor individ, e përmena rasin konkret, për me thonë që kjo është shembuli, jo besos shembuli, pasha zotin sot shembuli. Me kriju përqarja... Donika Gërvolla nuk është shembuli e shqiptarve që jetojnë jashtë. Jo vlla. O shembuli një familje, babës, e tjera që me këtë respektin. Po kontributit mas ne, institucional, shtetëror, lëndë për të dëshëruar që të në shqipnia, me gjithse për mja këtë që përmena e memën, së ty për si javlin. Bërim, i kom në pytje shablon, s'kem qarë. Pse jenë politik, kalzëm? Se menaj që politika du të me pas profesionista. Okej. Ka kalu një kohët gatë, ku na në parlament Kosovës, që ta që shkojnë, mos pëthojnë mirë më njës doktor, mirë më njës profesor, mirë më njës akademik, mirë më njës ekspert. Së pëthojnë mo që ashtu, si t'janë. A mujna bre me bo, ku shkojnë në parlament, me pas kuftë edhe partive tjera, me pas një doktor, një profesor, me pas një ekspert, sigurisht që një që kena punu në institucionet ndëshme, edhe me cilën nuk kam nevoj me menu për partit. Po për shtetin. Menojnë për shtetin edhe konceptet. Që kaq? A mujna me bo? Menoj që mujna me bo. Pra ndaj menoj që koha nuk është menoj tonë. One edhe sa si më konë politikë, mas inteligencës, se aty kom shërby 3 vjetë të gjys, 3 vjetë të gjys nuk jom hinë politikë. E kom bo se... Po, bëshë nga analiza të, okej. Po, edhe kohën e njajtë, kom nejtë onash jasë politikës, po jo jetës publike. Unë e kom bo thire edhe vazhdojme po thire, njës duhet mu angazhu. Nëse profesionistat nuk angazhuar, kush kam mu angazhu? Ata që e menojnë politikën për fitim,
ata që menojnë politikën për mos sjellë si tu panxhi politik, ata që menojnë që demokracia është gara për me pështy, me shoh, me thy, me mallku. Po bre. Qysh me mallkohen njerëz? Shqiptari s'ka ditë me mallku. Qysh mallkohen njerëz, më them? Ka pas edhe mallkime. Po bre, ta kohën, ki mallkime. Se në tonat Shumë shumë. mallkohet tjetri. Pse jena ngora? Jo bre. Nëse na arrina me bon edhe gjuhën në parlament, mas ne në qeveri, S'pe bën një burim. që o gjuhë politike, po profesionale, atëherë normalisht që kena me pas këtë situatë tjetër. S'pe më rrini qatë pikë jo që aty me dalë me folë si njerëz. Pse si njerëz? Si njerëz profesionista, mas adhe në kështë të them. Dëgjo, unë menoj që saksisht shetojnë atu e bon. Pak të na, ne e kep jashtëzakonisht i mirë. Tash për folë për Aleancën, okej. Nuk kisha hy me një garë. Jo, të menua fitoj as fitoj. Po nuk kisha një kur me një garë ku nuk besoj që njerëz që sa lise janë të mirë. Okej. Edhe Ty kom qef për pamë parlament. Për një ma për të pamë. Faleminderit besim. Ta thëmë sinqerisht, e din që dalje për ishi votën gjatë. Ti vynë Kosovës Besim, nëse ti e për prish, siguri. nëse Që ti ti e me prish, pata dhe me hikmetën. nëse ti e prish votën, unë s'muj me hi. Nuk muj me hi në parlament, nëse ti shkon e prish votën. Po një ma i herë ju punë. Edhe ti e shumë besima që janë në Kosovë. Ju bëndajna 55% që s'dali E me votu. 55% Që s'dali, pse? Paknaqen me menynë. Zotni, besim, Shfarë qka dush? shënë një mundësi se jem të ndërtu e kep edhe koncept mirë. Për që to kesh ka pe folim. As për Për mu- brëngos, për ty mu- kur për thomu në dalje për ishi Po për që to votëra? jam ka Ja, folim ti për s'pë thu dil. Jo, Pse s'pë më thu, pse s'pë voton që sa vjetë mo hiq? Pse s'pë më thu, si politikan? Zane që i cilës do parti. Hajde, heke akën. Muj me dit, Pse s'pë të muj me brëngos ty? dit, ka zëmë, pse s'fëtan? Jo, ti, a du të me të brëngos, më thonë, pse mërë 55-60% e poplit nuk për dalin në vota hiq. Qka, si brengë që sa ju nësë muj me nejt jashtë. Ti bravo, ti bravo. E dyta, Po. dëgjoma, e dyta. Si brengë që saj, e që s'muj me nejt jashtë gorës, unë e hy veç me një ekip që i besoj që janë të mirë, e që janë math mirë, e që është një 2-8, Aleansa sot. Ne 2-8 e Një keni. 2-8 është numri Aleansës, Ti sa ki numrit? unë 7-0-0-7. Një ma, pas ka lidhe me inteligenca, me agjensë, 007. Dëgjom, A Gim Qeki për qërë shumë të ju? Sa ka numrin? Agimi e ka 10. Që, pe nishët, Në lëtë që ka është lëtë ashtë. Ardian Gjini. Ardianin e keni top. E kemi, thuj e kemi besem, se e ka Kosova. Jo, Kosova, Ardiani ma nuk thash- e ka veç Aliansa. Jo, ju Kosova thash. E Ja, keni top. jo, ti e Kosovë. E keni Ti e top. Kosovë dhe ki rol shumë të rëndësishëm në Kosovë. Anja, Po, pse vlo rrën me të kusht? Mos rrën me të kusht, mo. me të kush, kush? Ball kinajt me të kusht, besem. Mu po thua, Po. me të kush dhe me këtë vëvë. Po, ball kinajt Ku me më të e kusht. dhone? E pse po të vje kesh, pse po të vje që morë ku tash me përmendon thonë e që jem Shqipnina? kon. Jo. Ma, marë... Që ku përmendon e mu bashku me Shqipnin? Më se lidh. Pse do këna unë e ti kush? Ha? Unë e du Shqipnin, pi, kur ja kom nis, me kam zë që më ka dalë dhomi. Mish pak. E du Ameriken, pi, ku beba. Di pse i kom pas dy vlazën, pas të më të vjetë njoni, një vëdhe qeter me Kjo një mason. gabime që e bojnë shumë njerëz. Pse E do po këna je ty keq që kush? ban ti. Ti pse po thu buj kush? Po bojnë me të kush, do më me këta neokomunistat e pushtetit. Se, po më ma kam koza. atë. Hajt. Edhe unë si reagim, ti po më thu, e du Shqipnin. Për shka ka lidhe ma Shqipnin me këta? E thuma një lidhje. Jo, prit, ba një lem të foli. Thëshin ti e me vëvë, pse? Edhe ti e do Shqipnin. Mu të Allah, unë e du Shqipnin pa u kom. Kush ka thonë Plot njerëz. Ti ku kujtu që jeme ne. Pse? Se ti ki përmend Shqipnin. E që kjo është e forma, qysh profesionalisht, është quhet influencë psikologjike, apo? Dhe me lidh... E pse ti mu më thaj kush? Pse më tha ti mu i kush? Se te, për shembull, je ka thu, ju, e para, ju, Politikanët. Jo, politikanët. Prit. E dyta, je ka thu, ju Kosova e keni Ardian Xhinin top. Po, da? Ti Kosovë je vëllo.
Po, vlla Kosovë. Për posë e Kosovë edhe Gjakovor. Po, 2 të mira. 2 të mira. Çfarë do ti? Plus shqiptar, 3. Pse po thua e keni? Pse s'po thua e kemi? Nuk ka më të mirë se Adrianin Gorë. S'dal më me votu, do të dalë prish më det ju shoh të bëu mirë. Masa ndaj si të shoh të bëu mirë, ç'i si për më atë për natë për ditë këtu. A beson që Adrian Xhini ka fuqi transformuese që ti vani? A beson realisht? Po në gjë para te janë. Po a beson tash politikisht jam të fol. A beson? Po. A beson që revolucioni industrial. A beson që Ramush Haradinaj është ky ekzemplari i luftarit. Me këtë vlerë që i folë më herë. Luftën dhe raportet me Amerikë. Dhe me CIA janë përmanden. Edhe aprovimin e dhaj. A u bë dy. Që s'po abuzoj me tjerë. E tha Agim Çekon. E shumë tjerë. A beson ti që bërim Ramadanin shokë? Për siguri po. Monat me një mu që shtet për siguri. Po. Pse po do me prish votën beson? Qysh po do me prish votën, s'po do me adhon shansën Ardionit, Ramushit, Burimit, Agim Çekut, Arifit e shumë tjerve, s'po do me adhon shansën, a? A me marë paret, shko kujtove ti, da ku me marë më hongër, ka 5 bjerë për shkeket. Ka shkret. Oj, për ju ka shkret të kush, ju ka shkret të kush. Shkove të kush shkret. A i ti gjallë ku me hongër më Burim? Ta shte të paret, a din që në Kosovë ekziston një parti zyrtarisht milionere. Po ma ti e një sigurin. Së është veç e sigurisht, po është edhe aspekt i ditur edhe publik. Edhe 3-4 që është bohën. Që, partia në pushtet. Po? Dhe vendosja. Po? Për 6 vjetë, i ka morë rreth 15 milion euro veç për bugjetit varfër popullit Kosovës. Legjërisht, nuk jam të thonë që i kanë vjetë. Edhe njëherë 15 milion? Për 6 vjetë. Po? Bugjeti i popullit varfër të Kosovës. E pagun vetë vendosjen rreth 15 milion euro të e për shumë porë jam. Vetë vendosjen? Vetë vendosjen. Pse pagun vetë vendosjen bugjeti? Këtë partit Marrin pare? Marrin pare sa i marra këja? 230.000 vjetë. E vetë vendosja? 2.7 dhe në 3.2. Pse? Ma shumë ata? Shma e modhe. Për që ma... Ajo dohet si pas numërit deputetve, e qartë. Okej, 2 milioni... Jam të thonë nuk është kërgjo antiligjore. Po që atë ligje ka bo dhe kush? Kush e ka bo? Ka bo parlamenti. Që ta shama për para? Që ta që ka nëreqe dhe pak. E pse du të një bugjeti pare partive. E tash, thelbi koncepte... Thelbi koncepte është që partit që janë parlamentare për nevoja administrative. Që do marrë me majtë në zyre. 15 milionero. Dëgja, me majtë në zyre në sene është mas me lyp prej poplit, prej donatorve. Fushatat kërkojnë donatorë, e kuptushme. Çdo kënë bëhet kërkojnë donatorë, do të më deklaru. Po 15 milion euro. Kush i mersh ato? Tash, unë e përshfrytëzoj cilës qëtë moment, për aktivistin e vetëvendosjes. Jo shefa, se nështë ata blejnë e shpi, e kërë të mirë, po dishka bojnë për me ato se 15 milion euro janë. O, besë, 15 milion euro janë. Edhe kër vje fushota dalin, thojnë, populli dashën një mëna se na jena partije fukarove, na s'kena pare. Janë partia e vetme milionere në Kosovë. Si parti po vlasë. Që po më do ka bukur më halif me marë. E di që marrin partit, po pse, unë për vesh shumë pare. Se po se na me t'jap rogë ty, që Burimin për marrim, si parti. Pse është buqetit ty me t'jap rogë? Thash, koncepti është për qështë administrativë, do manë, përse ka një zyre, ose një dishka që mënët me pagu. Zyre a 15 milionero e blenë kret. O, ata me tamen, s'po du me ima shumë, po përse to përpys aktivistin. A janë të u pagu aktivistat, se ma lidhe që tha ami parët për zgjedhje. A më tha që shtë? Po, bla. Që të tha që i po koshket. A janë të u pagu aktivistat, që unë e një shumë aktivistat, për një me i du, e respektoj. Pa përshësh që janë po pra. E bojnë me vullnet, e bojnë me dëshirë, e bojnë me nujnë që po i shërbin kumbit. Po, ata nështë asë nuk e din që partia vetë i ka marrë 15 milion euro për 6 vjetë. Si urtje? U kryjtë. Zyrtore ato. Janë zyrtore. Këtë që zeja këtë vendosë, i qëtë vendimet publike. E në qëto 15 milion euro, sa vetë marrin pjesë? Se ta shkrejt ku shë votër vëvër, si merë ato pare?
Për që to e kam Dhe shumë me ki dojnë që ato ja shumë me rëndësi. 10 vetë mi da. Shumë me rëndësi është me dit aktivisti që ngon e këputët të ngojt, me dit a për morën këtë aktivistat, a i pagujnë, a i morën për shumë i kena në qapo dhe i 50.000 aktivista e i dojnë, e është e ju blerje votës, a qysh, a qka i da të full. Thjesht për dhamë pyetje publike për aktivistin. A e dini mas për blena e kërë shpia për që të me pojë? A ka blena e kërë, se për ti këti shka? Aktivistat në të adin. Vesh aktivistat e tyre në të adin. A një vesh, ti a adin as të din, vish tu je di ose se di, bës tuj po që kë. Pa i ponim bre se këtu për jetojmë. E hu? Ponim se këtu për jetojmë. Okej, që te që tu, i krym që tu bërim. Pra ndaj, që tu, nashta, e lidha, e për ta zgati që të pjesë, a i s'ka problem? është edhe motivi jam pse jam ngorë politike, pra, se menoj që politika duhet më konë me gjitha me njerëz profesionist, edhe motivi shtes është që kjo ekipi e mirë që thash, a petë për thamë besem, mos e prej votën, mos e shkatro votën. Jep na shonsë. U bona hit më unë me këtë votë. Jep na shonsë. Unë po mirë që pa kallëzoj. Për mes teje jam të i folë që ti 55%. Po. Se ka qëllim Kosovë, plot ma kanë bo, shka me dal, dhe me këna lëdhen. Ka qëllim Kosovë i dhojnë me kriju apati politike. Apati politike dhe më thonë, kur njerë thotë, se me dalë, se në s'pëndrojnë. Jube nuk ndronë nëse s'del. Jube nuk ndronë nëse si ajopim shonsën Ardian Gjinit me transformu Kosovën, qysh ka arrit me transformu në nivel te për të në Gjakovën. Ndryshoni sistemin e votimit për votoj, bizgjedh. 3-4 të ju, 2-3 atje, 5-6 atje, 2-3 atje. Po kofte edhe që ajo bëhet, po mas që në zjedhë, se s'mo në qëtash me bëhet. Qëtash mush, sonde sa e të folë. Nese janë zjedhë. Qëtashin që të vi, për të më ta boj pytje, e letë thjesht, po ti thellove se din me gërmu. Ty, dhe gjithë politikanëve që tu që i kemi, a ju pëlqen lo kultura shqiptare, tradita, doket, zakonet, mikpritja, buka me djath, plisi, apongat. Kjo, a ju pëlqen juve, politikanëve, të qësaj toke, që kjo tokë? One një shumë e penisi, për vetës, normalisht, mas janë që të, e prej ketë ekipit cilën i takoj. A mes nëhi ma superior ju, se popli qysh si asgjona bojnë në marin për budal? E pora, penisi, se kam masi shumë të mirë, me njës me Ardian Gjinin. Ardian Gjinin është Gjakovara, po. Po. Po është tradicionalisht ndërshi. Janë gjobë në familjen. Për thama për publikun. Ndërshia, bolli kumëtor si koncept. Po. Jo si organizim patjak. Po të kuptaj. Dhe me rroj patriotike. Po e ko rrojën shqiptore. Traditën shqiptore. Kur babgjyshi Ardian Gjinit të edhin, për thamë për publik, kur babgjyshi Ardian Gjinit u dënu prej komunizmit, Serbo-Jugoslav, me ekzekutim, pra me vrasje. Për çka u dënu? Për shkak se u konë me ballin, me shqiptarët, me traditën shqiptare. Që ka pas baba e Ardianit emrin? Besim. Besim Gjini, Qemel Gjini, o që e vetë, bab, djep dhe Qemeli dhe ku pas shok në gusht, Sharin, e kam shok, se në Gjermania. Se për tham, e në gjë me roj. Për tham, jo vesh për mua beten që e bojmë momental, pra vesh për që të zhja. Jam të i thonë publiku, që është... Unë të veta, juve a ju pëlqen, a ju pengon juve që jeni shqiptarë, si ne ha juve politikanve. Po s'ko krenari matë modhe, se sa që jem shqiptarë, që kem kalu na për krejt ato shka kena kalu, edhe për me kalëgju që të krenari, na duhet me qartësu, e po mënu me qartësu, që është ka më zhvillu Kosova, që është ka më zhvillu kumbe shqiptarë të anësi. Pra që kjo integrimi që është ka më bo, edhe që është kena me pas shqiptarët e integru si fazë e nësëshme. Do më thonë, ti në jesh i barabart me mu, jo për mi mu, si politikan. Absolutisht. A krenohësh ti që nes, mas nes bosh minister, i jemi. A krenohësh, a thu, këti vish ja marrë votën, ja marrë tatimin, edhe në nëshmoj. Burim Ramadani, besim dinën. Unë e kam përnder, edhe për përgjithësi te për të modhe, me pas besimin tanë, e së cilit, për me përfatsu mas porin parlament, e me gjos
edhe në qeveri. Shepse pe tham këto, besimi, vota, Po, nuk është veç moment e meset, e dilës. Është ti, aj tjetër, pret që ta njerëz kanë me shkëlqy në përfacim tyne. Kanë me shkëlqy. po. Nuk mund është me shkëlqy nëse ti nuk i beson që populli që të voton, e që të mbështet, Po, është popull që ti duhesh me bo krenor, për shkak se ti duhesh me një krenor se për përfaqëson çat popull. Unë nuk jam as inferior, jo ndaj popullit tam, përkundazi. Unë jam i barabart edhe i përulem besimet tyne. Po nuk jam inferior dhe asnjë populli në botë. po pra. Ka ronë 100 herë, e qysh na ka ronë 100 herë, me përfaqësu Kosovën, me pas tema, me pas punë konkrete, me amerikane, me angleze, me gjermane, me franceze, me këtë, po flasim për shtetet e zhvillume, individualisht. Asnjone nuk është mas superior se që ta njerëz të ekipit që po flasë. Do më thonë, e kuptove pyetjen. Absolutisht. Unë të kazoj unë në raport me shikusin, qysh të jam reagoj që ashtu. Bën nervoz dhe shikus me ne shkru në e shojme një herë. Së në shojme, me emen, po dhe me emes në abonim për që, me se shoni darsmen e ti, me se shoni këto, hekni muzikën e keqet allavan. Nina i barabart me shikusë e kom si bashkëpunëtor. Unë Nina Keq, unë Nina Keq, edhe kjo është edhe formim profesional, po. Unë Nina Keq kërë i shot njerëz që kanë rënë që të ndikimin psikologjik, që të influencën psikologjike që i dhujnë. Dhe më njëri që pa najtë keqe traditës, a familjes, a historisë, a komtarisë, e shot një dorësëm të një fëmijet luftarit. Ja, ma, oke, pa falsh me kja, ja. Unë Nina te për keq dhe kun ka ra që të influencën psikologjike. Në mos është që kjo propaganda i thash edhe hikmetës para teje, kja e keni prish shkollën, ku të thome keni prish krejt politikanët. Deri sot, se keni bo shkollën e fort. S'na keni plotësu, s'na keni mu shpirti me fjallë të bukra. Rilindja, trëndafili, aroma, deti, si keni përdor këto fjalë, po e keni përdor politika e Kosovës. Absolutisht. Që e gjonë vetën të thuj, po, e keni përdor fjallën i poshtër, i keq, rëndës, kriminell, o të bash, vanë se më ardhë, lulja, ma në shoqja, trëndafili, libri, sporti, futbolli, gol, kosh, e tjera tjera. Për mu është që kjo faza e ndërmjetme, që e kemë domosdoshme, për me më rinjë që ato që ka pëtante, e që ishtë doshtë më konë. Faza në ndërmjetme është me pas njës profesionistë në politikë. Në të gjitha në parlament, qeverin, në agjensi ndryshme, organizata shtetërore këtë, me pas bë njës që edhe nëse unë e ti nuk pajtumi për 5 pika, hajtë për thamë thash në gjuhë parlamentarë, për 5 në ligjë. Na du të me spjegu profesionalisht pëse s'pajtumi. Jo me thonë unë e ti je i shqitën. Ty po të pagun o të bash. O të bash. Po, me bo me ditë që është, ta thamë ku e vene. Okej, në që të vi, a kishe pranu krejt politikanëve të janis prej teje, besoj që e kap që shpithëm. Me ju bo acidin dezoksiribo nuklej, që i bje ADN-i. Nëse se kupton thellë që shpithëm, ta spjegoj, po ti e din. A kishe pranu me janis prej teje. Pa di pse, po du mi ditë që kjo farborim Ramadani, o i lidhen marme që tokë, ma anin, këtë toka, anin, kur nëse toka është e thane, a i dhimit pëse së rashi, a i dhimit nëse është një bankin rrugë të presht, a thu ku për nga bjena i kush posht me kërë, a anin. Unë kam përzigje edhe personale, edhe profesionale. Se po foli ma shumë se në Safiri gjithë, po s'përmoj. Edhe personale, edhe profesionale. Hajtë. Personale, është po pajtona për një me, na ka orë puna se do të me abodë në njëzve që janë në sferë politike. Po, për politikë? Që kjo personale, jo veç për politikë, po okej. Për politikë me janisë. Po. Profesionale, ka zëja që shbohat kjo. është në legjë në Kosovë, që është ligje për verifikimin e sigurisë. E do të me abon këtë njëzve që morën detyra publike, politike, me abo verifikimin e të kalumës edhe tashmës.
verifikim ligjor me bo. Si s'pi boni, unë qëto pas në shkru testi IQ, testi për Ja, drogë. pas henshëm drona, IQ-n për drogë po. Për drogë? IQ-ja mënat me na dalë kesh, mas. Ani me, del kesh, s'ka me hinë parlament. Tash. Edhe për drogë, a? Unë, në vitin 2018, jem konë zavens ministër i mbrojtjes. Ata 18 nuk kanë i FSK-s, 19 e kena bërë mbrojtjes. Ikon zavens ministër, ku më harru për besë. Edhe jem marrë me që pjesën e lobimit për jashtë me NATO për ligjet për ushtri. Okej. Vitin 2018, jem konë i pari, njeri e mrumë politik, politikan, Okej. që ka kërku prej OKI-s me ma bon verifikimin. Ha, ti ke Nivelin thore tepër okej, sekret. verifikom, a? Ne- Që. Nivelin tepër sekret. Ata kanë bo? A e dalë mirë? Po mas ne kom shku atje kom përnu. Qaq mirë, a? Ajo, që kom përnu kanë e mremë, kështu që, po, normal që po. Mas ne kanë vazhdu edhe tjerë. Edhe ma vonë. Po duhet shumë ma gjanë, edhe shumë ma shumë. E që kjo është ADN-i, pra, Që kjo është bravo. ADN-ja zyrtore, ligjore. Ta wow. shë bon amiku, është një azësi tjetër e ndome për jo këjis. A e bojna? Po, politikanëve do të me jabo. Po, a ju Vesh bojnë 3 njerëz në politikë, në Kosovë, si pas ligjit, Po? banë mas me bo ato. Vesh 3. Kush janë ata 3? Presidenti e kryeministri, kryetari i parlamentit. Bën mes mi bo? Bashkë që aty në du të mi bo? Ha? Bashkë. Ja, orën po folit që që dhatë ligji. Mirë dhe jo, për të perceptimi jam, kushdo që bëhet kryetar, kryeministër dhe parlamentit, Këtë tjetë. bashkë që aty në du të mi bo, taj profesor të marë burë. Këtë tjertë. Pa ta nuk mund me kryu punë vetë pa i pas njës tjera, po. Këtë tjertë do të me bo. Edhe nëse, që të thash, edhe personale, edhe profesionale. Mirë, Unë e edhe një këmdon ndërhyrje. shamon 2018, Po, bravo për ato. që unë njek me një numër shumë të vogël njëzve. Bravo për ato. Ma vënë, edhe menoj që e kena zhidhë në për këtë. Unë mu bo president, nuk më verifikon ja? Ja, Që për bo të i verifikim farsami, tjetër. i farligjë y, me Verifikim votë. tjetër është. Verifikim tjetër, po për shka jem të folë është, A, për të kuptova. 3 pozita me lesh regulohet. Mi o bo i kjuna, bo të faqërkuzi që të bërim në parlament. Tash je ka përsin me menu. Mi bo si në aeroport ato, pëtë, Je a ka- e bukojnë me që si farë AI-e. Je kam shten me menu. A ish bo hajgora, Me si em, na s'po du me për me ne. Pi njëve dhe 100 kjo drita ato ledat, dhe në sa ishin shku. O, s'po du... S'pi bojmë me menus, se bojmë horë. S'po du me Pi zero përmen me em, na. Ja, pa Po em, të na. qysh gaze edhe lot, po dojnë më mdall prej dhimbjes, kur përmenoj kush janë atë. Edhe e di që ti e si cili qytetar që ta shotu në aksyr, janë të ju vizatu do emna. Janë të ju vizatu do emna. Mu po ndalin me fotografi, me figura dhe Po në pra, zë. për që to thash, Allah, Allah. a është e mundshme, na, kër shkojmë parlament, me onë, mirë me nxas doktor, mirë me nxas profesor, mirë me nxas akademik, se mujna me Po, bo, mirë me nxas luftor, a përkëshon, mirë me nxas ekspert, kontribuz, e tjera, e tjera. E du më thonë që i pëthu që del gazi me bo ata, e mu pëthu ha dhe vota. He. Po si... Hekni ju që ata, bëj i krejt që si. E qysh e hekim nëse ti s'voton? Ligjin ma e keni gabim. Qysh e hek nëse ti s'voton? Ligjin Te e e të ki- thonë, pret, se pëta, nuk lëshoj këto. Po në shka dush. Ja, nuk lëshoj këto. Sa e na shku me hekmetën, Dëgja. qash edhe me burimin. Dëgja. Se ka një orin a Ti e godit, të thonë. qash kanë pagu. Ti e të thonë. Ti e të thonë. Unë e besoj që Ardian Zhine mundet me transformu në Kosovë. Po. Po s'po du me janë mundësin. E, unë plus jam këtu marë moderator, du më konë neutral marë burë. Nuk me më rajtë, në shku me votu, me thonë s'ku me votu. Së punë neutralitete. Jo, së është punë neutralitete. Neutral ti je me plot fusha ndryshme. Edhe me që deklarim, më nështë më konë kësish neutral, të thonë që one kam e dhonë mundësin që ati që besoj që e transforman që të shtetë. Për një votë teme i një metë, la ju kretë Po, Kosova. për ty, ku e në kam jatë? Për ty. Nashta unë im ka duvi boj parti teme me kretë që ta që s'pedalin. E ti nëse e banë që të partin tonë, Po, e unë e menaj që Kosovë ka frymë me ndërtu dishka të re. Që kjo e re është të ndërtu me Ardian Xhinin, me që të kombinimin me S'po do më Ramoshin, mlon Michel Temena. me Avnin, me se mastin kolegëve se për një me i du petë pojtë të mërome. Po vakia jemja bëhet partia ma mira, di pse se më plus shmeker. Ti ko këtë hinë aleancë, orime. Dhe më se tha partia ma e mirë, bravo.
Aleons, urime, besem, veti pra Kristofol- Librezia s'ka nevojë, se me rëndësi jo më kone ketë. Faleminderit shumë, urime. Numri i partisë jebe është Ne 1-9-7-1. Jam shmeker, di me hec, kështu, di gjithë shka. A din më në tu? Po. Azdin Gjini nuk është shmekera? Ma shmeker jo mune. Ardioni numri 2. Numër 2, perfekt. Që si unë e me të nishi. Adin Kogjashon? Unë e si kjo vjosa me lumirin. Ku ka disha i kom thoni Hikmetes, aja numri 12. Pa. Thash, më pisha që to nishin e dyshi, me sjeti nishi dyshi. A i ka arë me s'pi prishi puna. Unë e respekteshëm, profesoreshën. Ja, Hikmet, ja. Respekteshëm. Kujna me tash, tashi, do më thonë, i përmandëm qëto shablona, 3 punë të mira dhe 3 punë të këqija të qeverisë aktuale. Po filloj, po mënona me menu shpejt, një punë po mbjen men, e mirë. Je të folë për të mirat, vazhdo. Vendimi, edhe formën që shubo, jo veç vendimi, po edhe formën që shubo, me dërgu FSK-n mision ndërkombëtar në Gaza. Menoj që kanë bërë mirë, kanë tregu partneritet, kanë tregu kontribut, edhe formën që kanë bërë të mirë. Numri i ushtarëve është i kufizum, i vogël për botën, po i madh për neve. Një më kona bol. Edhe... Qeni punë i mirë, bravo. Hajde tjetër. Përbes. Ka dhe në i samë. Mësëm, më shta për ma shumë, se s'po mbjen men. Nashta ka. Cila ke e mirë, jo, kjo që nërshë që për ju falë gjënë dhe sështë e mirë ajo. Që kjo bre, shtesa, hada dhe një mëmni? Po so ka i kujtohet kërkuj, o besem që kanë bënë asën tjetër. Shtesat... Që më mytë të i bënë presion. Më si banë presion djeme. Vëtë do se bërë kë? Po pse pe banë presion? Pse pe banë presion, a përse? Ja, marë Po së në bëgjanë as dytën. Së një ka e gjanë. A një gjojë e ti, pra? Me pas gjithë dytën, që unë të parën e thash. Njo, mëron men e thash, se e besoj edhe kom shtetë. Edhe mirë kanë bo. Se ka kalzu që Kosova kapacitetin e vogël, po e ban neve për botën, jo veç për neve. Perfekt, aplauz. E thash bërim në që temi jemi... Ja du, jo veç ja pranoj, po dhe kom lubu publikisht për me bo. Ngo pjo bëj një pytje njerëzve kështu, shushni së ngush, po që e zane që jemi në kafe. Pjo thëmë Nepali si shteta i ka punë të mje? Nepali. Po shfar mire, va. Se ka, mirë tash, jo, Nepali. Ata kërë kanë pasë edhe atë... Fa pytje pëdu me të bo, ngo pytje në to interesant. Tërmetër kërë kanë pasë, kanë shku këtë... Nepali nuk o i shvillu, në qatë Monte Everest, edhe ne i sanë kështu bëda fushat e sende, po në blamale, po pi thëmë, nuk i ka punë mirë si shtetë, dipse se së ngojnë fort ata, zbashponojnë, me kanë, pa me përendimin. E shapë do me thonë, gurkat pikajt jenë, gurkat. Për kanë luftojnë ata, për Britania të më thonë, a mi ushtarët e mirë, ti mu se ti si e kanë do më mëngu si shtetë, për du më të lojnë ekonomik, s'pe dënë ti mu zhvillu ekonomik, a gurkat... Rrite që ashtu qëshje? Po gurkat. Ma shumë s'poj me bo, po gurkat... Jo s'poj me bo, si e ka dënë me bo. Po desh, ma shumë s'po dënë me bo, as unë s'poj me bo për ty mo ma shumë. Po se ti s'pengon. Po njësia e dyta ma elitën bot, mas Navy Seals of Amerikës, janë gurkat nepalezë që janë mbretërit bashkume, në Angli që i thojnë... Ushtria FSK-a, bashkëpunim të ngusht me Amerikanë, po ti, a i ka shebe që ka ta qelë dherë, thuj ma dhe ekonomikisht që... Se tash? Qa të do shkë shemëll, se për mdo ka të ka dhe natë që më ka shku mendja në Nepal? Pasha zoten po, fart për mvje e note që e lidhe me gurka, edhe dyqysh... Mas ne ju për më thuni budal mua? Po mvje e note, ti i ki plesu këtë kriteret, më konë pjesën e ekipit që ka shmirë që u heqa dhe anëzije. Ja, e ma mu shame dhe. I ki plesu edhe ma herë. A një mdo këtë dhe Hikmetes si thash po për vi. Edhe tash. Edhe, përse si e me thko që apet mirëm? Stok, formë. 3 punë të mira. Prit, veç për lidhe me stok, për FSK-n, për gurkat edhe këto. Na e kemë FSK-n të për të mirë. Loqka. Jeme që i ka tjeza konshëm. Top. Nivelin profesional të për të mirë. O investu të për gatë. Do puni ko politika me bo. Ministri, kryeministri, presidenti. Një për punëve që e kanë ministri, kryeministri, presidenti, është mi emëru generalet e ushtrisë. E qëto ti din ma fellë? S'ka generala? Nuk i kanë emëru. Mi emëru, është procedur? Gjysmën e generalve që duhet të posë FSK-ja. Tash, ose si në morë vesh politikisht kanë me bo.
Pse dhe generalat i përzin politikishta, ushtrina. Po fakte pse si kanë emëru. Kallëzën që ka ndërhyrje politike për ato. Se unë e di që komandonti ka bo kërkes për mi emëru general. Që komandonti nuk mundet mas me bo kërkes. S'ka nevoj më thonë mu komandonti i ushtrisë, i FSK-s, bërë me bona kërkesën. S'ka nevoj me thonë. Se e di që momentin që ura i vjen, aje qënë kërkesën, se është ushtria jo, nuk është hajgare. FSK-ja është ushtri, nuk është hajgare. Edhe Kryesorja. detyren për me emëru generalin, e ka ministri, e qënë të kryeministri, qeveria, shkon të presidenti që e qëtë në nënshkrimin. Zyrtarisht presidenti e emrani, dekretoni, po emrim. Nuk i kanë emëru general të obëzën. FSK-ja sot e jona, duhet me pos edhe një herë ma shumë se qatë që ka general. Apo, a dihet numri, a është publik numri? Numri është publik. Guxon më thonë, apo? A që Ka s'ka 5 pëlqen? general, duhet ka gja ma shumë. Po kjo është i mirë, ma shumë. Uki, Maqedon se e mirë. One e mate me veprem, one e mate me efekt, one nuk e mate që shdo këtë, shka ka punu ma herët, shka ban nesër. A ka pëthu fajtë Unë veç e di që në qëto zinxhir me 3 hall ka është ministri, kryeministri, presidenti. Nuk po më intereson cili e ka ma pak fojnë ose cili ma shumë. Qëta 3 e kanë fojnë, pse e kanë lonë ushtrin e Kosovës pa general. Pik. Fajnë, po, ka zëmë ti mu, shka fshet pas kësaj kur nuk dekretohet një general, shka do më thonë, qëkja? Shka Në pasoja. aspektin e sigurisë, po. E para, nuk zhvillohet karriera mrena ushtrisë. Pra një general, Okej. një kolonel, këtë bëhet general brigade. Po, Minimum 15 ti e shkojnë të rrit në hierarki, në hierarki. shtarake, po. fillimisht, do me të parët. Po, E dyta, vendimin, urnin, në vend një general, nëse sos generali, ka me marë zaven si ti. Okay? po. Nëse generali nuk është, është komandanti një Brigade Togu, generali jo, po. brigade, po dojnë. Në gjenije, në fushë, në komande, për me thonë ma saksisht profesionalisht. Nëse komandante nuk është, atëherë kush bëhet zavens komandante, apo? Zavens komandante i kujna kush son komandante. I që ati që ka pas bukon. A po kupton? Po. Nëse ti je komandant, Po, unë jam po. zavens komandant. Nëse s'jam Momentin që ti si je zavens komandant, i kujna jam unë. Ushton Ose duhet detyrë. më bo unë komandant, Po, pra. ose duhet me pas tjetën që vjen me gradën general më bo komandant. Qysh, zavens i kujna jam unë. Okej. E kuptova. Apo kupton? E qëtojnë- Në shërbim civil i thojnë ushtrus detyre. Qëtojnë të nishme. Po në ushtri, kjo është gabimi më i madh që e kanë bërë se dikon 2 vjet e gjys. Si na tu fol për një muj. Na tu fol për 2 vjet e gjys, se s'ka dhe më general. Te përkes. 3 të këqijat, No good. vështirë me gjetë. Me Mirë ndita s'ka. ditë, se që ato të është me prej të reagimin tonë. A thuj mi koq tash. Mirë ditë. A një bu po më thot ti koq. E para, Oh, u isha vëllaj ti. e para. S'ka skandal ma të madhë. Ma dëshmushëm se sa vjedhja në rezerva shtetërore. Paret janë pagu, gruri, Ah, okej. milli, shëqiri. A u vjell gjithë qysh Nuk atë? kanë A i orë. sigur që u vjell? Paret janë pagu, molli s'ka orë. Nashta u ardhë, e dojnë me në befasu. S'u ardhë. Njerëz përshkojnë gjykat, kanë mu denu, A, një? legjërisht denohen. A një për qatë vështë, a një që e për dënohën, për shapë ta? Po, ajo të më thaje, jo, shka po banë gjykat, atë më thaje, shka ka bërë keq qeveria. Mirë dhe? Po. E dyta, Numër 2. blokada e qarkullimit parës. Që shka është kjo? Komunat Kosovë Po. janë gatin falimentem sa i përket investimeve kapitale. Investimeve, rrugëve, asaj, kësaj që duhet me investu. Fol popullor që pra, i kapitale në lodhat me që t'jel, jo vishti tënë. Në për dhe kapitale, shka Allah kapitale, sa në të mdhaja. Shka dë që ka me bo komuna, Po, qoftë në rrugë, qoftë në kanalizim, qoftë shka dë. që është e madhe, e shtrajt, që kushtan, po. Okej?
Qëto porë ja ka marrë qeveria. Ja ka marrë qeveria. Hajtë edhe ma shqip. Komuna e Gjakovës i ka sa milioni ka, digjo. Me investu. Komunës Gjakovës, veç si vjetë. Po? Ja kanë marrë mbi 3 milion euro. Qysh ja merra, a i takona? Me liqë bja marra? Ajo ti merë se që të kontratën kolektive që këta peshojnë. Okej? Këta nuk i kanë zotu parë, nuk i kanë qitë parët komunave, për me adhonë arsimtarve, si pas kontratës kolektive, okej? Po. Ata i kanë qitë përmbarus komunën. Përmbarusi, kur ka orë me amor parët, qeveria, Ministria Financave, ja drejton që ato parët ka qëto investimet. Që i bjenë komuna, s'munët me investu, s'munët me pagu, edhe investimet që jenë bo. Tash, në vend se qeveria, mi marë qëto pare, mi, që pëthojnë ta mi ri-imbursu, pra me atë qitë komuna, me thonë, ati ka marë 3 milion për 6 muaj? Po, ti këthel. Që ti këthej unë 3 milion. Po. Sa kështu parët janë ka rritë. Ose, Suarejkës në total për 3 vjetë ja kanë marë dikon 12 milion. Pse mi ja Suarejko marrë, e vogël. Pse mi ja marrë? Se qeveria si ja ka këthy. Pse si ja ka këthy? Pse s'kan dasht, edhe që po të kalzoj pse s'kan dasht. E si do mas qëtash, sot që po folim. Kanë qëllim. Dhe mas 15 qërshorit, mas me lëshu asë një parë në treg. Arsyeja ja vërtet? Arsyeja e vërtet është me bloku komuna, se qeveria ashtu kështu so ka investon. Qeveria qëndrore nuk ka asë një investim që me thonë për mashallah. Asë një. Rrugët e moja, spitalet, e tja, s'ka. Komunat shkojnë bëjnë qerdhe. Që është dash me bëjnë qeveria. Ti bëjnë qeveria, e bëjnë komuna. Suare i ka përshani, i ka bëjnë 9 qerdhe për një mandat. Qka bëjnë këta? Kështë vje puna me apagu atina që i ka kry punën, qeveria nuk ja plëtsën parët komunës. Dikur s'ka me pasore, pa ja plëtsu. Po s'ka ndosh për zhje dhe tash. Kësi farë lojnë. Ashtu kështu qeveria s'ka punë, që ka bo, tash edhe komunat i blokojna. E kjo për në nënkuptan, me gjitha që s'ko parën treg mas ne. E shto 200 milion që u shpëndan që tash? Kjo 200 milion. Qilëshët, ka që qilëshët? A është ma mirë. Që ta që kanë punu, mi marë parët, mi pagu punëtorët e vetë, ata me shku me qarkullu, me zhvillu venin, nëse do me bo ndihma sociale pseja, unë s'jam parem, unë jam idiot, po shka vjen mirë se vjen. Na e dim se është një qeveri që po thotë e majtë, po hajta këshyrim shka po banë. Po nuk përdu veç me që ato më lidhë. Të mënë, tek e fundet, ekonomia nuk është raport. E nëzirën e raport, dhe shefne si pas raportit kështu, në paragrafin kash, në fjalin kash, shkruan kash përqindje. Ekonomia është gjepi qytetorit, kuleta qytetorit, apo mënët me blesot ma shumë, amba pak. Të shkruj raporte sa dushë, se mënët me zbulu, thojnë, nëse do me lujnë ma trone, banë me statistika, po, shifrat, Shadim na po me trollana marrë vesh shiva, me i vesh ata. Edhe e treta. Blokoda. Edhe e treta. Da shkoj koha, burim. Apo, edhe e treta kështu defen të vesh. Qysh e kanë lënë polici? Pa kushtet punë. Poles shkojnë me autostop në punë, në pjesën madhe atyne. Me ndikimet që i bojnë. Qysh i kanë lënë zjarë fiksit. Qysh i kanë lënë shumë qëto kategori që edhe sot që ta që po folim, ata janë të erujt Kosovën, janë të erujt edhe neve. Ju e keni planin shmibo? Absolutisht, absolutisht. Është pjesa... Dumet vetë, mas ne ka funi... Na i kem 3, E që ta dashtë dhe për sloganin, me siguri. Sloganin e kemi të qonë. Siguri, energji, zhvillim. Prejt. Siguria është e para, e nisme tonë. Shumë bukur. Edhe mbetët do. Siguri, hajtë me pak fjalë për shkru ma sloganin, siguria. Shpejt, shka. Koncept këtë tjetër, qytetarët të rritë kanë mu stërvit me ushtëri, polici, emergjensa dhe mjekësi për me mbrojt venin. Minimu në vërshime ose shka do që bërë. Pra po thamë, se cili i ri edhe e ri në Kosovë. Po. 18 dhe 25 vjetë. Po. Ka mu stërvit. Obligative apo qysh? Vitin e dytë ka mu bo obligative. Vitin e parë kemi me pas angazhem përbashkët. Po. Me ta.
ka mos stërvit me ushtrinë e Kosovës, me policinë. Sa kohë ka më zgjatë stërvitja në ushtrit Kosovës e djemve 3-18-25? 3 javë sezonin e parë, që në praver, edhe ka 10 ditë në 3 sezona tjera. Me shku me jetu në FSK. 4 koncepte fusha kryesore janë. E para është disiplina. Okej. E dyta është përdorimi i armëve. E treta është aspekti fizik, edhe e katra është e ty të pëlqen kjo, orientimin hapësirë. A do më të krysh të trajnime i Arani? Që ta shë? Marmatime. Marmatime. Po, si e i armës të. Unë e kom legjeru me këto landë, në atë vakt. Nuk e thash me të kësi e armës, ja, si du, po timin e zhvillimit të për të madhë, teknologjisë të armatimit, na kemë nevojë të rritë. Bona e gara, se ta mën puna unë marrë. Po, se e di që generata jonë, edhe ma të vjetër, kanë pas përvoja edhe sistemet kalume, që konë obligative, një pjesën konë edhe... Qëka për mbelqe ka 3 javëshi? Disiplin, përgatitim psikofizike dhe lidhja me atë dhëgun ma shumë. Absolutisht. Si kime heste për losh. Përdorimi i orëve edhe orientimin hapsin. Një pyetje tjetër. Për siguri, për du me thonë. Amerikanë të kanë një përkrojnë qëta? Normalisht. është koncept që ata e përkrojnë vendet baltike. This is very good. Vendet baltike, Letonia për shembull. E ka këtë koncept dikon prej 2017 e ka nisë. E tash për thamë për herë të parë. Çka smart është shumë? 2019. Çka ku ka mirë? 2019 në dosh me ja fillu, më vendos kjo. Po nëse, që kjo është tepër, që e menaj që tepër... Siguria. E dyta, përshon të siguria. S'ka komunë që s'ka me pas strehimore. Strehimore në tokë, do një mi boha? Absolutisht. Për sa kohë e bën ju strehimore në tokë? Na e fillojmë me njerë. Kena me mri komunë për komunë. Nuk bëhen për një det, as nuk bëhen për një mujë, po e kemi të dëmërzashme. Këtë kjo koordinim me Amerikanë? Absolutisht. Absolutisht. Edhe me të kazu dhejtë, se kjo është që për shumë programi vesh për mbrojtje edhe siguri. Po? është me pikat kryesore. Kosova, NATO, modernizimi sektorit të sigurisë, po thot? Modernizimi e sektorit të sigurisë, prioritetet kryesore. Be 2.2 miliard euro për mbrojtje, për 4 vjetë. 500 milionë në vjetë për bjenë? 4%, pra fësër së shkatorit, 4% e GDP-së. Për që të jam të tonë. Për që to, që folë? Ushtrimet e rinisë. Për që to, okej. Po jo për ushtri. Veç se këta, kush do që manipulon me këta, edhe nuk dina, apo dhe me manipulu. Siguria e mbrojtja nuk është veç një institucion. Do të më konë për një me gjithë përshirës. është koncept këtë tjetër. A thash barbur? Ate këtë thash në fillim, që në sigurina duhet me dojnë model tjetër. Që kjo model tjetër? Që kjo model tjetër? Okej, very good. Na kemi model tjetër. Që tha e me Amerikë, po të kalzoj dhe shka. Që kjo program është i përkëthym, edhe në anglisht. A kanë po bablokat? Edhe në anglisht. A kanë po bablokat? Edhe e diskutuam fort mirë, fjallë për fjallë. E kanë po bablokat amerikanë të anglisht, e kanë po kanë thonë po. Normalisht. Very good. Energjia shkurt? Kanë zomë. Se vishë të thuni energjin. E aborzi me MC4, ose hash hërny, Konstanta Plankut, energjia pas një dilemë. Këthejet projekti për me dëtu Kosovën e re. Okej. Termocentrali. Kosova C, që u përmandke. Kosova C, Kosova e re, që shukon. Po. Me termocentral, normal që kitë pajisjet janë qashtë mira të rejat, sa që nuk oma probleme ape ndo dhe kush ambientin ajo. Këto janë palovra. Në të arrujnë ambientin e kush tjetër. Nëse ku ka qashtë probleme ambientit, në këtë rast, na e kemë nevojë sigurisht. Ka filtera se anë. Energjia është. Po, energjia është që kjo që për ashtë edhe me folë marrë neve shumë rëndësishme për një shtetë. Tash, e lidhat e energjia elektrike ma shumë këtë rast, po flasim për energjinë edhe rinore, energjinë e përbashkët edhe kështë. Këthimi kësaj, gazet, lidhës me gazin Amerikan. Gazin Amerikan me apni e. Absolutisht, marrë. Absolutisht. Këto janë dy fabrikat matë mojat Kosovë. Me di që 100 milion herë ma shtrajtë se gjithë kashë. So është ma shtrajtë. So është ma shtrajtë. Që shtu kanë thonë është shtrajtë. Tap, që shtu thirë ka ja prej Burgasit dhe nësi me dollë. Pra 30 vjetë që përmendet. Do më kjo, siguria energetike, lufta përbojnë për energji, na e kena këtë këto.
edhe kena me bo. Edhe e treta që lidhet mas me zhvillimin. Shakella, siguri, energji dhe? Zhvillim. Zhvillim. E pse për thamë, jo, veç për me thonë. Na dojmë qytetarët e Kosovës mu pasuru, jo qytetarët e Kosovës me majt me lmosh. Ti ki qef bu pasunu na, a je i pasën besim? Po. Ekonomikisht për thamë. Po. Unë du ti me 5 fishu. Me 5 fishu. Ma se më në rrit atimin, na? Jo, na nuk jem progresiv, na nuk jem majt, na jem djatë. Një dime. Na e mojnë në vijit atimin. Na nuk e dënojmë t'i kam se pëpunan ma shumë. Na nuk e dënojmë t'i kam se pëpunan ma shumë. Unë e për për më pasunu ma shumë. Unë për t'i për rogat e për më pasunu ma shumë, ti duesh me punu ma shumë. Po. Unë nuk kam drejt, nësë besoj që e drejt, unë e me dënu ty me t'a rrit t'atimin se ti pëpunan ma shumë. Se po fitoj ke ma shumë. Rrit babar për në madhe. Jo. Ti me rritjen e fitimit, rritet shumë, po jo përqindja e tatimit. Po pra. 10 policë rogat i marrin. Unë du ti mu 5 fishu, mu 10 fishu. Po në rafsh 10 se ti, zgate e për 10. Ti me qato nëse 10 fishu është ekonomikër, si ndërmore biznes, shteti përforcohet. Ti kemi 20 fishu punëtorët, numrin e punëtorëve. A piti pra? Për sa to jena djatë, na jemi djatë, po së djatë. A piti që ma patriot, unë e se ti, a di pse? Se unë qaj ma shumë të atim se sa ti, që je deputet. E unë e du me pos mundësit, bashkë me Adionin Ramushën e keqë ta, me mundësu qëto, me ta mundësu ty qëto. Së ti më rrit, ti mas më tut, me thonë, unë jam i sukses shumë biznes. Kush më tut më? Ti duesh më konë krenar, e shteti jonë, më konë krenar me ty, pse ti po rritësh. Se qështu heket varfnia. Tash konceptualisht këta i thojnë, na po dojna me shpërnda të mira që i mbledhem, po qysh i mbledh të mira nëse e mytë biznesin. Qysh i mbledh? Ku i mbledh? Pe i tjelita? Katë vit. Po s'kam qara se po mdo kështë e këtë. Sa haloje të thonë, unë e zvotoj. Qysh zvotoj, bre? Pare, që ti vi. Ti s'pëdo me dhonë mundësin. Me burim Ramadanin e bishikus të ndëruar, 007 numri, jo po, 7, edhe pas ka lidh bukur. Sha kemi që tash përgjigjen e Hikmetës, apo pytjen? Përgjigjen e Hikmetës, sha ke vetë Hikmetën, prit. A, Hikmetën, që të kalzojo në që e kom vetë. Tek baki qumë. Hikmetën me shumë respekt, e kom vetë, kom thonë kështë. LDK-ja, fillimet e veta, e Devan, u konë e udheqën me letrar. Po. Tash është e udheqën që një ko prej maherët, me ekonomist. Qa po me ndërsan është? A ka ndru LDK-ja, a Universiteti Prishtinës? Më përqej pytja edhe me humor edhe e thellë shto. Ta shëmë shka ka thonë Hikmetja në oksigen pak para te e ke. Pytje burim Ramadanit ka bo. Mua? Po? Edhe ti ati kemi abo, na i na marrë vesh, këmë thonë që ma i pytje për burimin, ti kemi bo. Prit, ta shmak i qumë, ta shë lezën. Prit, burimi për thotë, prej themelimit, burimi për ty, prej themelimit, Vjosa dhe kë luminiri, qëfar gjelli përdoj, jo, po pa i gara. Prej themelimit, udheshja LDK-s, ka qenë mbushur me letrar, që shpikuptojnë më shkrimtar me kësi. Në 2 dekadat e fundit, LDK është me ekonomist. A ka ndryshu LDK-ja apo Universiteti Prishtinës? Bravo, Borim. Ka ndryshu edhe LDK-ja dhe Universiteti, edhe ka ndryshu rrethonat, po i them burimi pak e pas ka bo. Shumë mirë ka bo. Po pyetjen kështu të thellë. A për të ka punu, këj ka punu i këfilt? Po, natyrisht. Urna përgjigjo? Po, do më thonë, konsideroj që ka ndryshu edhe LDK-ja, ka ndryshu edhe rrethonat, ka ndryshu edhe Universiteti. LDK-ja na e dim gjithë prej ku e ka origjinës, do më thonë origjinën prej lidhjes së shkrimtarve, prej ka vjen edhe Ibrahim Rugova, rrethonat kanë qenë të tjera. Atëherë beteja ka qenë për identitet, për liri, për pavarësi, për administrat, shtet paralel. Dhe nuk janë marrë njerëz, do më thonë, në atë kohë, gjatë viteve 90, as pronë private nuk ka pas, nuk kemi pas shtet mirëfillt, nuk kemi pas qeveri. Njerëz janë motivu prej shkrimtarve, shtresa intelektuale në atë kohë me letrat e veta, kam ri me ngrit vetdijen e komplet popullit. E vërtet. Besim e din për shembull, kur është thirrë një tubim, qysh i madh e i vogël janë që unë kam, krejt jemi ka një, e përmenem edhe më herët, krejt kemi qenë LDK.
sepse... Jo, LDK-ja u konë në popull. LDK-ja u konë... Jo në LDK. Na bre kemi qenë LDK, po krejt partit... Jam shqiptare, sot të krenarë, shujt ma që parti mes mi përmanë. Partit janë betje e popullit. Shma fjellet du. Kanë asocu. Mirë që stash kësi. Nuk po them që LDK-ja ka bo popullin. Po, do thot, i ke pas të angazhum në lidhjen demokratike të Kosovës. Na kemi bo bre sistemin e parë pluralist në rajon e kena bo. Absolutisht. Edhe ato që abë du me thonë është që ka qenë, do me thonë, e vërtet ka qenë ku e letrave. Fatmirësisht, shkrimet e tyre, letrat e tyre dhe sot e kësaj dite janë të vlefshme. Ka ardhë koha kur tash kemi sfidat e tjera, kemi sfida për ekonomin, për punësimin, për krijimin e vendeve të punës, shtetësisë e tjera, dhe tash kur sfidat i ki tjera vinë në pa disa profilet të tjera dhe është e vërtet që kemi ekonomist. Mirë po, në listën që do të votohet, dhe më thonë të dielin, në listën e LDK-s, nuk ka vetëm ekonomista. Kemi inxhiniera të shkëlqyshëm, kemi profile, kemi mjek të shkëlqyshëm, do të thëtë nuk e di nëse ka profil të cilin ne nuk e kemi. Njerëz që vinë prej sektorit privat, njerëz që vinë me një bagazh të mirë prej sektorit publik, pa ndonjë aferë, do më thonë me integritet të tjerë, i kemi të gjitha profilet. Kemi dhe letrarna, dhe sot e kësaj dite kemi letrar, mirë po të cilët nështë nuk janë në profesionin e tyre, nuk vinë në pa sa duhet për shkak të situatës ekonomike dhe sociale në cilën e gjindëve. Kemi plot... I përmene këtë profesionin, që konë se përmene? Kemi plot njerëz... Full respekt për ta. A di kush është ai? Kujtim shalën? Fadil Adërgjone. Ty që e shumë bukur e jotë, atë përgjigja e... Po, përsej. Unë respektaj profesionin e Hikmetit. Okej. Dhe menaj që prejme që shto është. A vëdash pyetjen Hikmetja që ja ka bo burimit një orë diçka ma herët. Hajde? Për burimin, kësha dasht me ditë burimi, kur ka dhënë ndërheqje prej Agjencisë të Inteligjencës së Kosovës. Okej. Nëse s'gaboj e ka bo me dije aj, po e kanë bo me dije edhe mediat, që aj e ka dorëzu të institucionet të qeveria një letër 10 faqe për dorëheqjen e tij, për arsyeshmërinë e dorëheqjes së tij. Unë e kuptoj punën e Agjencisë së Inteligjencës, domethënë që gjanat nuk mujnë me u bë publike, përndryshe nuk do të thirrej Agjencia e Inteligjencës, po ka kalu një kohë dhe konsideroj, unë për veti kam qenë shumë kurioze me ditë detajet asaj letrës. Si kemi marrë vesh asnjëherë arsyet pse Burim Ramadani ka dhënë dorëheqje edhe çka ka pasur në atë letrën prej 10 faqeve, a ka mundësi me shfaq në ai detaj të asaj letre. Përndryshe respekt për dytë dhe ju uroj që me qenë pjesë e kuvendit në legjislaturën e 11. Okej. Që kjo ke shumë ma e fillë se sa pyetja jam për LDK-n. Po, te ke bo dhe me kështu, vetëm pak edhe më marë. Kam unë e pyetjen e kësaj, shkru në nëse se... E shkryta. S'moj men e shkryj. Po, bravo. Arsyet, kur njës kanë më bo dituna publikisht për meje, që tha... Arsyet... E dorëheqjes. Arsyet e dorëheqjes, kur njës kanë më bo publikisht dituna për meje. Sepse ki drejt, mas me kalzua... E kam obligim ligjor. A obligim ligjor? Kam obligim ligjor, arsyet mas me tregu, dhe nuk bohen dituna për meje. Nëse i qëtë dikush, a ki me thonë ti po që ashtu është? Do të më mbrojt. Aha, do të më mbrojt. Do të më mbrojt. Ka interesante, pa në aspekte ligjore. Ashtë përmbajtja interesante? E dyta, më me thonë që letra dorëheqjes e ka vish në resht. Nuk i ka dhe të faqe, nuk i ka asë në shatë. Pse tha, e ka vish në resht. Nështë ka qarkullu në publik, letra dorëheqjes e ka vish në resht edhe nuk është e klasifikume. Nuk e këmë bëhet klasifikume, është ju e klasifikume, është mundet me publike. Nuk ka që përmoj men fjallë për fjallë, se ta kisha ditë e kisha këthy e kisha këqyr në ikon. Po, muj me thonë kështu parafërsisht. Me respekt për institucionin e agjencisë dhe me qëllim të mirë funksionimit të institucionit ofroj dorëheqjen të. Aha, që kjo kanë parafërsisht fjallë për fjallë. E arsyet thënë nuk e kalëzaj, Arsyet janë këtë... Që ato e kom thonë edhe atëherë, unë jam falenderus që kryeministri atëhershëm, presidenti atëhershme,
kanë falendëruar publikisht për shërbimin ndaj dheut, e kanë bën këtë falënderim publik, që e largon çfarë do lloj keq interpretime e të tjera. Ke qenë inspektor. Inspektori i përgjithshëm. A mund të na shpjegoj bile çka bën inspektori i përgjithshëm? Ajo është ligjore. Po. Ligji e shpjegon, është kontrolli i brendshëm. Megjithatë, domethënë kontrolli i brendshëm. Financiar, inspektim edhe hetim. Është rol ligjor, çdo që po them është rol që e thot ligji publikisht, kështu që nuk ka se po bashkëlidhje. Po në momentin kur ka ardhur koha edhe kom vlerësuar që është më mirë me dhënë ndërheqje, kom pas këtë komunikim me kryeministrin Kurti atëherë, e cili shpresoj që mas 7 qershorit nuk do të jetë kryeministri i Kosovës, pra nuk po them vetëm për aspekte politike, po dhe respekt institucional, po mendoj që arsyet janë e kalojnë një kohë, shkojnë gradualisht të mush, edhe unë komenu që aje institucion ka nevoj për me dorejt që jam kontribon në mirë funksionimin e institucionit. Do me shtime kesh ty tash, jashtë tepës, ty edhe plot shikus, A kërë po që ta, zdi kunja mori, po, të ples, dhe s'ki faj. Adhen se që, na, kër jenë politik, se më konë në fusha tjera, po ndohen dy kategori. Ata që bojnë propagandë, ata që bojnë marketing. Okej? Te do me bo me dhoni vlerë për punën tonë, kontributin tonë, politik ose programin tonë, apo? Që ato, mund është me qujtë marketing të promovim në programe ose në veprimi. Po nuk mund është bërë me hinë propagandë. Nuk mund është me hinë. Edhe për një me më pa të plos, po, që për do me thonë qëto, ose për lidhe dhe me hikmetin, për lidhe dhe me gjithka tjetër, kur foli, dhe qëtash, nesër se di qa baj, kur një jetë, një fjallë, me na fjallis nuk e kom nëru. Që ato që është, e besojt, pa e konfirmu, nuk e tham kur. Nashta, zhja, a ki pas e ti nuk ka që e për cilë politikën, si besim, po, a ki pas që kur njëtë që më kanë reagu në i sen. Ja, po, ti okej. Kur njëtë që më kanë reagu. Fort kam qef, Kom qepët po t'ylle për debate, se... Fort kam qef me pas mundësin e shathi debate në parlament e në qeveri. Se na menojmë, angazhome edhe për qeveri, jo veç për parlament. Fort kam qef me pas mundësin që ti kemi madhon me qatë votën tonë. Ti e patraksion. Me qatë votën tonë, që nuk e prish votën, po votën një dhe tërsh, bile i kafe të pibasese. Edhe keme mëri për që tonë. Burim, ama një pytje për Urani Smajlin vjen mas teje, kom shkru në që dënë, pra edin ti përman, që kemi dashmi vetë. Pra fërsisht, e dinë se jo këtë fjallë për fjallë, këmë dhe që Uranin, cilë në respektaj po ashtu, në Kosovë kena full shumë për... Nivelin e demokracisë. Prekjen, sfidime, nivellit demokracisë. Partia Demokratike e Kosovës a njën vetën sfidume edhe përmrena për nivellin e demokracisë. Që ashtu ke thonë, tekstualisht që shtu. Pra që ko kapto, që vi kanë qukë. Në u sfidu edhe PDK-ja, se e ko marrë këtë fjallin demokratike që e ko, po normalisht edhe me... Shpesh diskutohet për nivellin e demokracisë në Kosovë. A ka mbet PDK demokratike, apo u sfidu edhe kjo prej nivellit e demokracisë në Kosovë? Që do më partit, ta shpjegoj, partit nuk mund më konë super demokratike nëse demokracia në total sfidohet, apo? Degradohet. Edhe 2 minuta imi krejt. Je koni në oksigen e din. Edhe konë për top mësafirve, se kemi nga stofi një farë playlist e në kry, ku shukon në top 10 në general, 721 emisioneve, kush në këtë sezon nishi, bojmë shtu ku dalim e pi kafe. Ki fol di shkall emision, këta stofi, ka herë jënë trollaft. E kanë nuk i pjesë të emisionit, po kanë nuk pazo. A u bona nervoz, me ta, a i shojta. A gatë këm folë atë, s'këm ditë më në ollë. A, nuk e di ku kanë 2 orë të shka kena folë. A, një. Ta kanë, pete kanë mundu shumë bukër, pazo. Ti kimi a qëllu shka ke folë. Ta shqom, a pedi shka ke folë. Qëtësi, qërë bërim? A, edhe. Siguri kombëtare, përgjësia është qëtë që modhe, sa edhe mos dhja është rathi.
A je i sigurt? Absolutisht i sigurt. Kjo, Që dora? këto, faleminderit. E besoj është parimi udhëhec për mu. Shabazo edhe... Që shta dhe herë? Siguri kombëtare. Përgjithësia është që modhe. Sa që mos dija është tradhti. Bravo, bre. Është formula që modheq në këtë gjonat e jetës publike edhe institucionale. Nëse nuk e di një punë, nuk e marë. Siguri, nuk e marë se bëj tradhti, se nuk e di punën e marë në qoftë shtetit. Kjo fjalim kalon për shtypje shumë. Siguri kombëtare, mos dija është tradhti. E lemo me tradhtu me vetdije. Do më thonë, nëse si i përgatitë për siguri kombëtare, është jeto të tradhtu, se ki zonë një vand që se din. Borim Ramadani, 7. Kishim në lapet me bujt, po në ka orë qetri. A ka orë? Për dy ky hitash. Ti më tha, jem konë në Rove, tha jem konë top 10 që mosafirëve të oksigenë, dhe që i ka, dhe konë... 721. 721. Pre ma po, a di pse se u konë edhe hard talk, edhe kena folë për sigurin të cilën për mua numër 1 siguria. Shpresoj që njerëz e tillë, profesionist, fusha ndryshme, të këtë partitë kanë më konë në top 10 për me dhonë Kosovës profesionista në politikë, që me kalu ma ne në atë fazën që kena me folë vesh pra dhe dashni. Kënaqem këtë bojmë qasi hard talka. Absolutisht. 100 herë të ku thonë një emision e pse qysh nuk e hajshë mërë shrit, me thonë, jo, e di, po s'pali e ligje. A ke pas kurreshtje, a interesim? A lo për dyshën që jam u të basha? O në pës të vetë, të e thu vetë aje. Hajt, ajo A mas ke jo. kurreshtje, a interesim? Ke që të pytjet e para 3, a din që 4 ditë pejtashtit, 3 ditë pejtashtit, Po? Bohen 3 vjetë, jenë bo 3 vjetë që e kena inqizu qatë emision. Apo, a? Para 3 vjetë e kolla? Me 3 qëshor. Fort e moj men, gjithë shka, ka gja njerëz menojnë që... Mirë. Ose ma vlerësojnë në bëmendje. A di pse, po ta vlerësoj edhe edhe tash, a di pse e di që jam i pastër? Sa? Sepse si shë ti të unë, Kur njesë. ishe ardhë, po se kështë lënë pa më provoku dishka. Edhe... Se ti shkot në për telefon emisione. Shumë raste ti kisha thonë, nëse jo krejt direkt, po ata që është dosh me marrë vesh, ta kishin marrë vesh. A më takon mu me folë për Kosovën, sa ty si njëri sigurisë, sa një ushtarit FSK-s, sa një policis, sa një pjesarit AKI-s. Për fushën e sigurisë, ty nuk takon ma shumë. Jo, Po am për takon me fusha folë tja, për ty takon Kosovën. shumë ma shumë për Kosovën, po se po. Absolutisht. Po duke ditë, a jemi pasër Po që në atë fushën tonë, verifikimit. Te ADN-i, te këto për foli. te ke jetë kalu me këto sa e djena. Përgjithsisht për foli. Pa i kam për mira për kesh të Për mirë, kalu. për shazonin se ty be, e vesh pak, në unë s'kisha orë, në ashtë kishën orë plot, kishën gabu, po unë s'kisha orë. Edhe, s'kisha pas shok për besem. Nuk kam shok të kësi. Pra ndaj edhe në ekipin ku jam, isha si shok, jove si Veç qashtu funksionon. Jove si bashkë. Në kripojnë oksigen e jemi si shok edhe si familje. Të pafshëm parlament, në është edhe minister, sigurisë që si ka marrë kune. Faleminderit shumë. Këto ta thash 3-4 herë edhe para se me mlavdu ti mu. 128-007 besem. 7 borimi. Shikus të ndëruar, falenderit Borim Ramadani, suksese, dashni për këtë tokë, për vujtne, këthejemi pas pak me mësafirin tjetër.